do të kemi lidhje direkte tjera. Do të kemi lidhje direkte tjera. Paralajmëruam Drenasi. Nga Drenasi do ta kemi Nejmedin Gruda, që është drejtori i emergjencave në Drenas. Ndërkaq pas pak do të kalojmë edhe në Rahoves, atje ku zonja Bez Bytyçi, që është drejtoreshe emergjencave në Rahovec, do ndajmë në informacionet e fundit sa i përket gjendjes në teren. Atje tha më herët që nga rreshtet e Shiut janë shkaktuar vërshime dhe gjendja nuk është e mirë as në Rahovec, gjitha këtu pas pak do të na tregoj edhe zonja Bez Bytyçi. Ndërkohë do të kemi edhe lidhje direkte me zotrin Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, që të kuptojmë se a do të ketë rreshje ditëve në vazhdim, sepse siç e thanë më herët edhe nga komuna e Drenasit, që ajo që është e rëndësishme është që rreshjet e Shiut të ndalen, sepse do e vështirësoj punën në teren nëse do të ketë vazhdimsi të rreshjeve të Shiut dhe do të bëhet edhe më i vështirë menaxhimi gjitha këtyre zonave që po shihen më problematike. Por është paralajmëruar se rreshje do të ketë edhe nga instituti, madje edhe nga lidhja drejtpërdrejt që kishim më herët nga Prishtina. Rreshje do të vazhdojnë edhe në ditën do të sot, më pas po ashtu do të vazhdojnë edhe nesër, kështu që ne do të kemi tani lidhje të drejtpërdrejt me zotrin Durmishi, i cili do të paraqitet nga Prizreni, apo jo? Nga tereni, në rregull, okej. Nëse e kemi, i dëshiroj mirëseardhje. Zotri Durmishi, përshëndetje, mirëseardhjet në Kosova Live. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për kohën që në këtë situatë natyrisht puna në teren është shumë e rëndësishme, prandaj krejt dua të nisin në fillim me atë se nga saktësisht paraqitin edhe cila është situata në teren në këtë ditë me vërshime të shumta. Unë aktualisht ndodhem në Drenas, në hyrjet e Drenasit. Gjendja është mjaft e rënduar për shkak të rreshjeve të mëdha të Shiut që kanë qenë. Ekipet janë në teren vazhdimisht duke intervenuar në mënyrë që ta zhbllokojnë situatën, edhe pse domethënë shihet që shtrati i lumit ka dalë dhe ka vërshu një pjesë të vendbanimeve këtu, po bëjnë gjithçka që është e mundur në mënyrë që sa më shpejt ta zhbllokojmë rrugën kryesore dhe t'i ndihmojmë edhe komunat në mënyrë që ta tejkalojmë sa më lehtë këtë situatë. Do ta vlerësonim shumë nëse na ndihmoni pak edhe me kamerën, meqense jeni në teren, të shohim në fakt përreth aty situatën. Po mundohem me këti kamerën. Ju kuptojmë plotësisht, sepse jeni edhe në teren dhe keni... Faleminderit shumë. Aktualisht jemi këtu në hyrjet e Drenasit. Janë ekipet janë duke intervenu. Tush nuk e di apo e vreni, domethënë është sasi e madhe ujit në atë pjesën atje. Po shohim edhe ekipet e kërkesës që janë në teren. Tashmë do të kanë dalë edhe këto problemet me energji elektrike. Gjitha ekipet janë edhe zjatëpiksat dhe ekipet e ministrisë dhe gjitha janë duke mundu që sa më shpejt me sanu gjendjen. Po. Zotri Durmish, ndoshta mund ta ktheni kamerën sepse kemi edhe pyetje e tjera për juve si ushtruesi detyrës së ministrit të infrastrukturës. Pra, nga raportimet e fundit po shohim që gjendja pikërisht infrastrukturore, themi kështu, është rënduar edhe në disa zona tjera. Ku është gjendja më problematike sipas informacioneve që keni? Kryesisht problemet janë me rrugë lokale, që këtu aktualisht jam bashkë me kryetarin Ladrovci. Mund ta inkuadrojmë zotri Ladrovci? Po, zotri Ladrovci, përshëndetje, edhe për ju. Po, dhe në fakt edhe zotri Ladrovci, keni qenë teren gjatë gjithë kohës, nga pamjet që keni pas, si është gjendja në Drenas? Gjendja në Drenas është shumë e rëndë, gjithë territorin e komunës Drenasit, po provojmë me gjithë mekanizmat që i kemi me dalë. Cilat janë disë zonat e... Jemi, domethënë, edhe në disa zona tjera, edhe në Malisheve, dhe në Rahovec, gjendja është mjaft e rëndë, por që janë aktivizuar të gjitha institucionet me të gjitha mekanizmat që janë në mënyrë që sa më shpejt ta tejkalojnë këtë situatë. Nëse mund ta bëjmë edhe një pyetje për zotrin Ladrovci me që e keni aty, më herët ju pam që po ndihmoni disa qytetarë cilët kanë ngecur me vetura për shkak të rreshjeve të Shiut. Cila ishte gjendja aty?
Po, makinat që kanë ardhur parat para se me e mbulu ujtë këtë në këtë zonën këtë, nuk e kanë ditë sasinë e modët ujtë dhe i ka bloku motorat e makinave. Na i kemi nxjerrë një ka një për me lëshu rrugën edhe për shkak të emergjencave, po edhe për shkak të makinerisë tonë që na duhet për me orë me mbrojt trafostacionin kryesor të drenasit. A i ka drenasi kapacitetet e duhura? Okej, unë ju përshëndes se mund ta kemi ndonjë lidhje në ndërkohë. Po, ju falenderojmë shumë, e mirë kuptojmë sepse jeni në Tiranë. Po, falenderit shumë. Falenderit shumë, zotri Durrës.